Arbin, shkuan si shkuan gjërat, fitojmë një vend në play-off që faktikisht Shkëndija për herë parë në histori do të ketë edhe pranverë europiane. Si është ndjenja? Po, me thënë drejtën, nuk e arritëm kualifikimin ashtu si doni me rezultat pozitiv. Mirë po, në fundit e rëndësishme është kualifikimi, pasi që është diçka historike për klubin, për tifozët, për qytetin. E kemi kërku këtë gjë gati 10-11 vite dhe me thënë drejtën jemi me fat që jemi ne ato që e arritëm. Faktikisht një ndeshje që u duk se çojmë në mënyrën e duhur, sepse edhe një barazim do na bënte shumë punë kur thuat që e deshtëm. Disfata le pak shihen e hidhur, por në fund kualifikimi kishte rëndësi. Po e thash që nuk e arritëm në mënyrën si donim ne me një rezultat pozitiv. Po them si e pe ndeshjen. Po ishim në një rrugë të mirë, me thënë drejtën, pastaj normalisht kartoni kuq do s'do i prish balancat, edhe ishte minute 58-60. Mirë po çuna sakrifikuan, e dhanë maksimumin, luajtën shumë mirë deri në momentin që morëm golin nga një goditje standarde. Mirë po kjo është futbolli, ata kishin përparësi një lojtar më shumë, ne luftuam, mirë po nuk e arritëm që të marrim një rezultat pozitiv, por më e rëndësishme mendoj që është kualifikimi. Tani ke bërë shumë histori me Shkëndijën përpara se të largohesh, ti Ignatia futë emrin në histori, kampion Kupa, Superkupa. Kishe oferta shumëta dhe rikthesh Shkëndijë sepse të kishe mbetur një peng, një ëndër. A ndjehet Arviz Zënëllaj përmbushet në këtë moment me këta suksese? Gjithmonë kam ndruar që të kap grupet me ekipin e zemrës, me ekipin ku jam rrit dhe me thënë drejtëm jam shumë i lumtur që ja arritëm. Mirë po, duhet të shohim para, të shkojmë në pushime dhe të fokusohemi në kampionat që të shpallim përsëri Shkëndijën kampion.